Një ditë pas përplasjeve mes policisë bashkiake dhe përfaqësuesve të myftinisë së Shkodrës për heqjen e një tabele me thënie profetike në afërsitë të xhamisë Ebu Bekër, situata ka marrë zhvillime të reja. Myftinia e Shkodrës njoftoi ndalimin e punimeve që po kryeshin në zonën përreth xhamisë Parruc, pjesë e projektit rikualifikues të zonës nga Bashkia e Shkodrës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Në një njoftim për mediat, institucioni fetar deklaron se punimet po zhvilloheshin në truallin Vakëf, pronë e myftinisë. Ngjarja vjen pas tensioneve të një dite më parë, kur punonjës të policisë bashkiake ndërhyjnë për të hequr një tabel me thënie profetike të vendosur nga myftinia pranë xhamisë, që shkaktoi reagime në opinionin publik dhe komunitetin musliman të qytetit. Duket se tashmë mes myftinisë së Shkodrës dhe bashkisë së këtij qyteti, që më herët kishte një dakordsi për rikualifikimin e sheshit në xhaminë e Parrucës, situata pas kësaj përplasje të marrë të tjera zhvillime dhe punimet të mbesin pa u finalizuar.